Sugjerimit ishte mrekulli, kjo sugjerimi i fundit që ishte për çështjen e investimit në arsimtarë për dhënë mësim në diasporë dhe të zgjedhur 5 vende të veçanta, një propozim du marr parasysh që jam në komunikim të vazhdueshëm me komunitetin shqiptar gjithandej përfshirë dhe në Londër. U mendoj që çka ju mungon shqiptarëve në diasporë ju mungon shtëpia të kulturës. A keni mundësi që të krijoni një shembull në 5 vendet që ju mendoni që janë më të avancuar në atë kuptimin që kanë popullat më shumë, ti kem 5 shtëpi të kulturës ku faktikisht ke mundësi edhe me prit musafir, edhe me promovue gjithçka që është shqiptare, edhe kulturën tonë, tu marr parasysh se ambasadat janë jashtëzakonisht aktive dhe na krijojnë hapësirë, po e vërteta është që nuk kanë hapësirë të mjaftueshme për ta akomoduar krejt komunitetin dhe gjitha këto aktivitete që mirët popullata shqiptare dhe diaspora, natyrisht promovimin e biznisit në mënyrë më të mirë. Ju falemnderit. Po, falemnderit. Ka diçka po, zotë Emil. Shumë shkurt disa pyetje për të tëra komentet. Edhe njëherë, jemi lumtur që kemi një pjesëmarrje aktive dhe ky është edhe sensi ynë, që të kemi mundësi sa më shumë pjesëmarrje nga ata që kanë marrë rrugën dhe kanë ardhur të bashkohen me ne në këtë kuvendim. Në lidhje me pyetjen për Ekurullën për Kosovën, është një nga projektet. Ne kemi bërë 8 mbledhje qeveri me qeveri me qeverinë e Kosovës. Në të tëra mbledhjet kemi nënshkruar marrëveshje. Jemi duke bërë me ministrin Konjufca një vlerësim analitik se ku jemi me zbatimin e këtyre marrëveshjeve për t'i ripërtrirë ato që mbase kanë qenë çik më të mënjanuara dhe për të parë se çfarë projektesh po shtym përpara ose çfarë projektesh të tjera do të sjellim në mënyrë që natyrisht të bëjmë atë ndërlidhjen e padiskutueshme në çfarë lloj forme me Kosovën. Dhe Ekurulla është absolutisht një nga akset madhore. Është investim madhor, nuk bëhet kollaj, do kërkoj kohën e vet, do kërkoj financimet e veta, por siç kemi bërë të tjera do bëjmë edhe këtë në mënyrë të padiskutueshme. Në lidhje me elementet tjerë të bashkimit, të bashkëpunimit me Shqipërisë dhe Kosovës, Kosova ka një avantazh se ne jemi akoma në Eurozonë. Kosova është në Eurozonë tani. Domethënë, ne do presim të futet dhe Shqipëria në Eurozonë që të bashkohemi dhe të shohim se si mund të bëjmë më mirë bankat për te gjysmë shakas kuptohet. Për sa i përket ditës së diasporës Ragip, ne kemi ditën e diasporës, është data 18 dhjetor. Domethënë, mendoj që dita ka simbolikën e vet, por rëndësi ka të kemi një ditë dhe nuk na pengon asnjë gjë që datën 18 dhjetor ta kemi ditën kombëtare të diasporës, jo vetëm dita shqiptare e diasporës, siç e kemi në Shqipëri. Për sa i përket pllakës përkujtimore, dhe kjo lidhet dhe me qendrat kulturore. Në praktikën ndërkombëtare, siç e njohim ne, ka 2 modele. Një model është i vendeve të konsoliduara, Italia, Franca, Gjermania, të cilat kanë institute të cilat janë të krijuara nga vendi për të projektuar imazhin e vendit dhe shoqëritë e tjera. Ne s'jemi akoma aty. Dhe do ishte iluzion të mendojmë që do shkojmë shumë shpejt aty, që Shqipëria të ngrejë një qendër kulturore në mes të Parisit dhe të kemi ditë për ditë aktivitete. Nuk jemi akoma aty. Do duam të shkojmë, por nuk shkojmë dot tani për tani. Është modeli tjetër nga një grup vendesh të tjera ku janë komunitetet ato që janë baza, që kanë krijuar bazën fillestare dhe bashkëpunojnë dhe ndihmohen dhe nga shteti. Këtu kemi shumë për të bërë. Dhe këtu mund ta bëjmë bashkë me Kosovën, bashkë me këdo, me shoqatat, nëse nuk kemi bashkëpunimin e autoriteteve, qoftë në Maqedoninë e Veriut apo në Malzi apo me aty ku natyrisht më drobitur me Preshevën, po të paktën me shoqatat. Dhe është komuniteti i cili është aktori kryesor dhe i menaxhon këto, sepse i menaxhon për veten e vet, me burimet e veta, me artin e vet, me ato mund të jenë edhe për shërbime sociale etj etj, me bashkëpunimin e shtetit. Dhe këtu ka shumë për të bërë dhe jam i sigurt që në strategjinë që ne jemi duke diskutuar aktualisht dhe të cilën do ta bëjmë operative sa më parë përmes një plani veprimi, kemi parashikuar në mënyrë të qartë qendrat kulturore me dhe për diasporën. Unë nuk e di sa kohë kam për gjithë të duar, kush e ka mikrofonin tani? Po. Faleminderit. Unë jam rektori i Universitetit Nën Tereza në Shkup. Kam një propozim, domethënë cirkulimi i trurit është një prej ideve cilën ne kishim propozuar, krijimi një regjistri mbarkombëtar, krijimi i ekspertëve të ndryshëm, kemi inxhinierë në Google, kemi plot inxhinierë të punësuar kudo dhe me krijimin e këtij regjistrit afrimi edhe një mundësie për një pasaport akademike, që ato të qarkullojnë më lehtë,
dhe në këtë platformë digjitale, softverike, përmes cilës do të njoftohen edhe për mundësitë, domethënë që afron për shembull Universitetin e Tereza është i gatshëm të angazhon shumë prej diasporës për mentorimin e studentëve. Ne kemi shumë mjete digjitale përmes platformave video, të cilët mund të mentorojnë shumë studentë të ne në gjithë hapësirat kombëtare. Dhe me këtë mendoj për një investim shumë të vogël realizohet qarkullimi i trurit, për shkak se ajo që njihej si kthimi i trurit u pasë është i pamundur, po qarkullimi realizohet shumë lehtë, duhet mendohet mënyrën ose pasaporta diplomatike ose diçka e tillë në regjistrin kombëtar dhe pse jo në summitin e 5 të diasporës kemi edhe panairin e hapur të këtyre ekspertëve ku do t'i kishim thirrur dhe mundësitë prezantohen ato edhe cilët janë mundësitë ku ato mund të angazhohen për universiteteve. Faleminderit. Të lutem, së Shqipes tani. Zonja me trëndafilin e parë, Shqipes. Po. Zonja me trëndafilin. Përshëndetje. Unë jam Anila Kadia, vi nga Londra. Jam e diasporës nga viti 1991. Pra me një eksperiencë të gjatë. Nuk do bëj asnjë pyetje rreth panelit të gjuhës shqipe, sepse kemi pas këtij paneli. Desha të nënvizoj rolin e rëndësishëm të gazetarisë në diasporë. Jo të gazetarëve shqiptar në Shqipëri, të gazetarëve shqiptar në diasporë. I pash me shumë vëmendje panelet dhe nuk pash asnjë gazetar ose gazetare të ardhur nga diaspora dhe të japi mendimin ose të udhëheqi panelin. Ashtu sikurse nuk pash në panelet tuaja të ketë pjesëmarrje nga diaspora, nuk them 100%, por të paktën 50%. Unë dola nga një panel i cili ishte në sallën ovale dhe flitej për librin. Paneli ishte me ekspert, me profesor të nderuar, të cilët kanë qenë dhe profesor të mi në filologjikun e Tiranës, por nuk ishte asnjë mësues, nuk ishte asnjë krim se flisnin për librin shqip dhe u bë dhe pyetja, sa lexohet libri shqip dhe sa janë të interesuar shqiptarët për librin shqip dhe nuk ju dha dot përgjigja. Jo sepse ne to statistika nuk i kemi, por nuk ulen në panele përfaqësuesit tanë. Pyetja ime është, përse ndodh kjo, që ne nuk kemi zë si gazetar të diasporës dhe përse ndodh kjo që ne nuk kemi zë sa që duhet si diasporë. Faleminderit. Faleminderit.